Në një prej rrugicave që lidh rrugën Ajin-Frashëri në Pogradec, konkretisht atë që mban emrin 24 Maj, shtëpitë Brisa janë përmbytur nga sasia e madhe e shirave që kanë rënë gjatë 24 orëve të fundit. Banorët apelojnë për ndihmë nga pushteti vendor dhe kërkojnë mirë izolim të shtëpive të tyre nga firma që po kryen punimet në rrugën historike. Shqetësimi tonë është se të rrugë që vinë dhe që u blokua këtu në rrugën, kanalizimi komplet, edhe nga dha këte pasaj i rritër ujtë nga themelet nga dilte bëjnë në shpitë. Ore, kemi qënonë 2 gjysmë, vetëm s'kemi pusua duke i qër ujë. Po të rizikuar mbi ujë. Po të ishë mbi ujë. Po për rrugës e stasi se e ato që ishin, rrez murit, brenda murit ishin ato, jo që në ato tulkat. E të si kanë ngellu si kanal ka jo. E direkt ujtë shkonë në themel. Nga themeli, besipër. Apeli me kretarit bashkisë për shembol që të marrë masa me firmë që po ndërtonë rrugën, t'i bëj sa më parë, se dimri është i gjatë.